Festa e Pashkëve ka bërë që pjesa më e madhe e hoteleve në Durrës këtë fundjavë të jenë të rezervuara nga turistët që kanë zgjedhur Shqipërinë për të festuar. Në krye të listës mbeten turistët nga Kosova, të cilët kanë shfrytzuar dhe ditët e pushimit për të ardhur në Shqipëri, por nuk mungojnë dhe vizitorët vendas dhe ata të huaj, kryesisht nga Bullgaria. Kjo fundjavë është dedikuar komplet turizëm nga Kosova, të cilët kanë preferuar ta festojnë këtë fundjavën e Pashkëve në Shqipëri, duke qenë se është një fundjavë gjatë dhe njëkohësisht dhe festa e Pashkëve dhe ka shumë rezervime nga shtetet nga Kosova, të cilët kanë preferuar që këtë fundjavë të vinë në Shqipëri. Me informacionet që kam dhe nga kolegët e mi, gati gjithë hotelet e Durrësit janë 90% rezervuar me turistë nga Kosova këtë fundjavë. Krahas akomodimit, operatorët turistik kanë ofruar dhe paketa festive me çmime të përballueshme për çdo buxhet. Ne kemi përgatitur ofertat tona, të cilët zakonisht janë me vaktet e përfshira, që variojnë nga 40 deri në 50 euro personi, ku përfshihen gjitha vaktet dhe përfshihen dhe facilitetet e hotelit. Durrësi duket se po konsolidohet gjithnjë më shumë si një nga destinacionet më të preferuara për pushime, por edhe për festa. Kjo jo vetëm për afërsinë gjeografike, por edhe për mikpritjen e ngrohtë dhe ofertat që ofron.